Nataliteti në Maqedoni është në rënje, por kjo nuk ndodh në Tetov. Në spitalin e qytetit vetëm gjatë vitit 2025 kanë lindur 1030 fëmijë. Kryeshefja e repartit të ginekologjisë, Merale Regjepi, shprehet se kanë rritje të lindjeve më shumë se çdo maternitet tjetër në vend, dhe këtë ja atribuon përmirësimit të kushteve në repart. Në krahasim, nëse bëjmë në midis vitit 2024 dhe 2025, jemi në rritje për 50 të posa lindur, që do me thamë 5% në numrin e përgjithshëm të lindjeve. Në qoftë se krahasojmë në nivelin shtetëror të rritjes së numrit të posa lindurve, mund të them se jemi të vetmit qendër spitalore që kemi rritje në numrin e të posa lindurve. Kjo i përshkruhet përmirësimit të kushteve në vetë repartin ton, por edhe sakrifica e personelit, qoftë i mesëm, por edhe i mjekëve, për mundin që e japin dhe për përkushtueshmërinë në profesionin e tyre. Mosha mesatare e nënave të reja është nga 20 deri në 30 vjeç. Megjithatë, zonja Regjepi tregon se viteve të fundit është rritur numri i nënave që fëmijën e parë lindin pas moshës 30 vjeç, dhe për këtë ka disa arsye. Numri më i madh i moshës së nënës është prej 20 deri në 30. Kohëve të fundit, për shkak të rrethanave të ndryshme, shkollimi i femrës, përkushtimi në karrierë, martesa më të vonshme, kuptohet se edhe mendoj mosha e lindjes së parë është në rritje. Edhe numri i fëmijëve, për shkak të nanave që janë të angazhuar në profesion, është më i vogël. Derisa më përpara shkohej në fëmijë të 3, 4, bile edhe të 5, tash më shpesh janë fëmija e dytë. Sipas ginekologes Regjepi, numri i lindjeve në mënyrë spontane është më i lartë se ai me prerjet cesariane, e nëse bëhet një krahasim për gjinin e të posalindurve, lindën djem 1% më shumë se sa vajza.